Denoncon parlamentin një lloj si parlament regjimi, që nuk ruan, nuk garanton kontrollin dhe balancën e pushteteve, ndaj dhe raporti thekson rolin themelor dhe të pazëvendësueshëm parlamentit në ruajtjen e kontrolleve dhe balancave. Denoncon mungesën e përgjegjëshmërisë. Fjalë për fjalë, ju lutem, lexojeni. Mungesën e përgjegjëshmërisë demokratike dhe transparencës ndaj dhe raporti bën thirrje Shqipërisë për të siguruar përgjegjëshmëri demokratike për të forcuar qeverisjen e fortë dhe transparence. Raporti analizon ato që thash për zgjedhjet parlamentare. Denon ashpër sulmet ndaj gazetarëve të zakonshme për Edi Ramën, dhunën verbale, denon Olta Xhaçkën, për cilin përmbysën parlamenti dhe raportet të ndarjes pushteteve. Pra, mund të them se raporti, jo që nuk thot në asnjë rrjetë të tij se Shqipëria se do mbështes antarësimin e Shqipërisë në vitin 2027, siç u gënjej ju o qytetar, lakejt e qeverisë dhe ministrat e saj, por përkundrazi shpreh e zez mbi të bardh damkos situatën në vend në Shqipëri. Po. Nga ABC-ju, zoti Berisha, mazhoranca socialiste ju akuzon se në Bruksel, gjatë qëndrimit tuaj ju i keni dorëzuar një letër eurodeputetëve të Parlamentit Evropian ku i kërkoni të bllokojnë negociatat për antarësimin e Shqipërisë. A është e vërtet kjo? Do më falish, po në rast se ke lexuar rezolutën e 82 partive politike të Partisë Popullore Europiane që udhëheq në Parlamentin Evropian. Ajo rezolut thot se Bashkimi Evropian duhet të kushtëzojë progresin e Shqipërisë me respektimin e të drejtave themelore të shqiptarëve, me zhvillimin e zgjedhjeve të drejta, me drejtësinë e pavarur, se harrova t'u lexoj këtu. Raporti denon kontrollin e vazhdueshëm politik mbi drejtësinë. Kapjen e saj, në raport kjo, ndërhyrja politike e vazhdueshme në sistemin e drejtësisë. Cili është qëndrimi ynë? Dhe e kemi bërë të qartë këtu para jush. E thot raporti, do më falish. Çfarë thot raporti? Edhe bërë mirë që më pyete, se këta janë mashtrues si këta. Mirëpret angazhimin e palkundër të Shqipërisë për integrimin e Bashkimit Evropian, duke reflektuar konsensusin ndërmjet të gjitha partive politike, qeveritare dhe opozitës, dhe mbështetjen e madhe ndërmjet qytetarëve. Këta përpiqen që standardet që dhunojnë, lidhjet me krimin, vjedhjet e mëdha që u bën shqiptarëve, të fajsojnë opozitën, sepse nuk i përtyp dot Bashkimi Evropian. Pra, qëndrimi është ky, një herë dhe 1000 herë. Shqipëria, ne mbështesim integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Por Shqipëria, përveç kriterit gjeostrategjik, i cili është një kriter i rëndësishëm, nuk përmbush asnjë kriter tjetër në rrugën e integrimit. Siç e shihni, është një propagandë vulgare e atyre që janë shkaku kryesor i kësaj situate, sepse fryhen çdo ditë me parat e krimit dhe parat që marrin nga qeveritarët. Kam një pyetje tjetër, me qenë se ju folët për audiencë kësaj jave, në fakt ka një audiencë më të madhe që vjen përtej oqeanit për krisjen e aleancës, ndoshta aleanca e dekadës ishte ajo,
mes Donald Trump dhe Elon Musk. Tani këto janë dy figurat të cilat ju i jeni referuar shumë, sidomos gjatë fushatës elektorale. Kujt i jepni të drejtë në këtë përplasje? Së pari, nuk i lejoj vetës kur të nërhy në një debat të brendshëm të një vendi tjetër. Asnjëherë, po shiko çfarë ndodh këtu, se tani po. A e morët ju vesh? Pse u shkarkua komandanti i gardës? Pse e censuruat ju lajmin të vërtetën e shkarkimit të tij? Një socialist i thekuraj, por e shkarkoj për fajin e vetëm se doli lajmi i shtrimit ti urgjent në spital. Shtrimit e Edi Ramës urgjent në spital. Se sipas Edi Ramës, ky Onuzi do t'ja u qep të gojnë të gjithë personelit që e panë se në gjendje shkumonte, e panë dhe ky ishte fajtori. Dhe unë denoncoj heshtjen e medjave, sidomos me vetvrasjen që ndodhi fill mrapa të ushtarit të gardë. Një oficer, një ushtar profesionist, një njeri detyrës, u gjeti vrarë në zyrën e tij. Urdhë? Në makinë, faleminderit, po, në makinë. Ju kujtohet ju vrasi i shoferit Fatmir Xhafs? Ju kujtohet? Po. Kur Xhafa ishte ministri i brendshëm. Kurse ky, çfarë ndodhi me te? E paraqiten se ky vrau veten në makinë. Edhe për me shehun thanë që vrau veten në dhomë të gjumit. Unë nuk kam dhana dhe i kërkoj ndjes familjes, i shpreh ngushëllime familjes. Spari familjes së të ndjerit i shpreh ngushëllime. Por bëj thirrje avokatit të popullit dhe ju garantoj që opozita do ta hetoj, sepse kjo ndodhi fill pas shkarkimit brutal të komandantit gardës për shkak të daljes së lajmit se Edi Rama shkoi, ashtu si shkon edhe herët e tjera, në spital dhe bëri një goditje. Çfarë bëri se di çfarë kishte, se nuk merrem me problemet e tij, por merrem sigurisht shkarkimi i komandantit të gardës dhe vetvrasja e një ushtari është një ngjarje shumë tronditëse për një vend. Pyetja e fundit për ta mbyllur këtë fundjavë. Keni deklaruar kohë më parë se ju jeni tifoz me çdo kombëtare që fiton përveç Serbisë. Meqense sot luhet Shqipëri-Serbi. I uroj nga zemra sukses dhe fitore kombëtarës sonë. Uroj një ndeshje në kulmin e futbollit, do ta ndjek. Uroj që ata që me shpirt e zemër janë me Vučićin mos dalin mos shkojnë në atë ndeshje.